Seanca e radhës në gjykatën e posaçme për çështjet e pasurisë së sekuestruara të Iris Martinat u shoqëruar me deklarata të forta nga familjarët. Para gjykatës u paraqit Mustafa Martina, i cili pretendoi se djali i tij është vrarë në Durrës dhe se rasti nuk po hetohet siç duhet nga autoritetet. Ai theksoi se nuk kërkon hakmarrje dhe se gjendja e tij shëndetësore nuk ia lejon një gjë të tillë, por kërkon zbardhjen e së vërtetës për fatin e të birit. Sipas tij, institucionet nuk kanë treguar vullnet për çuar përpara hetimet mbi zhdukjen e tij. Iris Martina i rezulton i zhdukur që prej gushtit 2022 dhe për herë të fundit është parë nga kamerat e sigurisë në një ambient në Durrës. Ai është padur në kërkim më herët pas dëshmive të pandehurve të drejtësisë Nuredin Dumani, i cili përmendi si të përfshirë në veprimtari kriminale. Në kuadër të hetimeve, gjykata e posaçme ka vendosur sekuestrimin e 34 pasurive të lidhura me Martinajn dhe familjarët e tij. Bëhet fjalë për biznese, prona, automjete, apartamente dhe llogari bankare, për cilat ekzistojnë dyshime se janë përfituar nga aktivitetet palishme. Çështja mbetet në shqyrtim, ndërsa familjarët kërkojnë zbardhjen e plotë të fatit të tij dhe përgjegjësi për atë që e konsiderojnë një krim të pazbardhur.